Po, dy çështje, edhe çështja e parë është natyrisht kjo dërgesat që janë vënë dhe faktikisht kemi shumë kërkesa ose ankesa që nuk kanë mbërri fletvotimet në për adresa përkatëse. Dhe natyrisht po besoj që kjo është problemi i dërgimit i postës dhe jo problemi ynë i brendshëm. Çështja tjetër është, a mund të na dërgoni a ka ndru diçka në doracak prej rundit parë në rundin e dytë. Sepse ka disa ankesa të zyrtarëve komunal sa i përket kësaj çështje, kryesisht çështja e votimit me asistencë. Dhe po flasim kryesisht për dokumentet që personat të cilët votojnë me asistencë do të mi pas me tregu arsyen pse duhet me votuaj me asistencë. Një problem i theksuar është tek personat të cilët janë analfabet dhe nuk dinë të shkrim lexim. Çdo votim me asistencë duhet me u dëshmu përmes dokumentit të lëshuar nga institucioni përkatës. Dhe më thonë, përkutje me rregullonet zgjedhore, procedura e votimit dhe numërimit në vend votim është hartu konkretisht me nenin 10 të kësaj rregullore. Do të thotë që për të votuar me asistencë, votuesit i lejohet votimi me asistencë nëse kjo dëshmohet, nevoja e veçantë dëshmohet përmes institucionit që e ka lëshuar dokumentin mbështetës. Nuk ka tjetër santo. Siç e dim gjithë, në ligjin e kalum, votimi apo asistenca a personave që nuk dinë shkrim lexim ka qenë në përfshime. Me ligjin e ri qëllimshëm është hequr për shkak të nivelit lartë të keqpërdorimit të kësaj forme të votimit. Ne kemi rregullorën 12/2024 për edhe kolegu e ka votu këtë rregullore, votimi, numërimi në vendvotim dhe menaxhimi i vendvotimit. Neni 10 i kësaj rregullore flet qartë për të drejtën e votës dhe fshehtësinë e votës. Edhe krejt nenet prap me gjas po duka me i lexu, sepse është shqetësues tashmë nuk është kjo keq kuptim, kjo tendencë e qartë për më mundu me manipulu procesin zgjedhor. Hapër qysh është manipulu, edhe ne i dim 2 komuna, po dhe ka komuna dhe tjera ku është manipulu hapër. 2000 veta që në paraqit si votues me asistencë, 18 vjeçar e 25 vjeçar e 30 vjeçar që në paraqit që nuk din shkrim lexim. Kjo nuk është asgjë tjetër, sepse vin nga një territor ku kjo vazhdon më keqpërdor, që është Malisheva, dhe nuk është veç këto zgjedhje në vazhdimsi. Por kemi vullnetet vjellora të qytetarëve të manipuluar, të shantazhuar, të e keqpërdor këtë formë, për cilën natyrisht përgjegjës mas pari sekretariati. Sepse unë mendoj që prej 2024-s, kur ne kemi nxjerrë rregulloren, çfarë do procedure në të cilën dikush tinëzisht e ka fut çështjen e votimit me asistencë që ndërlidhet me analfabetizmin, është asgjë më pak as më shumë se sa tendence e hapur për me manipulu me proces zgjedhor dhe me manipulu me vullnetin e qytetarëve. Unë e ftoj prokurorin që të ndërmerr masa edhe ata që janë të shtynë, edhe ata që po refuzojnë me zbatu këto norma që janë edhe disa zej KKZ, sepse janë fut në një lojë të ullët dhe të dëmshme mbi gjitha politike. Të çështjet e prokurorisë këtu nuk vëllezin tonë, edhe unë ftoj prokurorit me na tregu se kush po mirret me ato shkeljet e pretenduara. Por ajo që po du me thonë, është që këshillat e vetëvotimeve kanë për obligim edhe me ruajt integritetin e procesit, por edhe me mundësu çdo kategorie të shoqënisë tonë me ushtru të drejtën e tyne për të votuar. Natyrshëm duke u bazuar edhe në rregulla edhe në ligj. Nëse i referohemi ligjit, përkatësisht kur flasim tek neni 89 i cili flet për aftësinë ose pa aftësinë e një qytetari për të votuar, një qytetari i cili është i pa aftë për të votuar ose për të shënuar në flet votim, është edhe një qytetar i cili nuk din shkrim lexim. Unë s'po kërkoj asgjë tjetër,
vetëm ne si institucion, kësaj kategorie, t'ju tregojmë se çfarë dokumenti duhet me pas për me dëshmu që një person, X personi, Y personi është analfabet dhe nuk din shkrim lexim dhe duhet me ushtru. Apo, nëse ka një vendim gjyqësor që ja mohon të drejtën e kësaj kategorie për me ushtru të drejtën e votimit, ju lutem, ju tregoni Këshilla e votimit që kjo kategori nuk ka drejt me ushtru drejtën e votimin në bazë të këtij vendimi gjyqësor. Prandaj, edhe unë ftoj organet, edhe prokurorin, edhe gjithë mi marrë për bazë, edhe të drejtën, edhe integritetin, edhe atyre që mohojnë të drejtën e dikuj për me ushtru të drejtën e votimit. Prandaj, konsideroj që udhëzimet duhet me qenë të qarta. Ne e dim që shumë dokumente mund të mirën në organet përkatëse duke përfshirë sidomos ato shëndetësore. Por t'ju zoni se për këtë kategori, unë jo personalisht qytetar që nuk din shkrim lexim. Edhe më thoni cili është dokumenti që ai duhet me dëshmu që nuk din shkrim lexim. Edhe jemi në rregull. Vetëm thoni ky institucion e lëshon këtë dokument duhet posedoj në vend votim, edhe nuk ka asnjë problematik sa i përket ushtrimit pastaj drejtës votimit. Pra janë dy, është një flet votim që i ka dy kategori dhe dhënë si flet votimit qartë, më mja shpiku edhe ati që pretendohet që s'din shkrim lexim me thonë, i pari e filan Fisteki, i dyti e filan Fisteki. Për cilin do që jenë që të mrena 4 orit kime bo vi, ka që përfundon kjo pjesë. Edhe nuk ka nevoj dokument, se s'ka dokument që dëshmon analfabetizm, sepse ka institucione që janë që 20 vjetë, që kush do që pretendon që është analfabet, mën me shku edhe me mësu alfabetin në institucionet tona, dhe është turp me paracit vetën si një popull, ku nivelli analfabetizit në bas statistikave, edhe ndo komuna të caktuara del kogja i lartë, edhe jove si analfabetve, po i verbërve e thash, dhe kjo është e turpshme me pranu si dukuri t'il, për me kamuflu një tentim për manipulim për Faleminderit shumë, po gjua e përdorur kolegë, po them, po lyp diçka qëllimisht që s'gjend, nuk ka vendim gjyqësor që vërteton se dikush është analfabet, është ligji që nuk e lejon. Mos janë nxjerrni funin. Qëllimi është votimi me asistencë, me vjedh votat, edhe me ta imponue, do më thonë, votën e pa dinjitetshme, të e shkel dinjitetin, kryesisht grave, dëvajzave, se ju merrni, kërkoni ju gazetarë jeni, edhe gjithë tjerë, kërkoni librat e votimit edhe shifni kush për kë, edhe kush janë të asistuarit, edhe kush kanë asistu. Merrni, ajo është hetim. Sa është hetim më marrë me pasurin time, ose dikuj tjetër, ose aku më bërtitur në rrugë. Ajo është hetim publik. Nëse merrni me mua është hetim personal, me poshtru, mja shkel dignitetin, ajo është vrasje me pagesë, mediale. Po që kjo është hetimi, me po kush pe vjedh, kush pe shkel dignitetin e votusit në Republikën e Kosovës. Kush po dënë me ndërtu institucione me vot të korruptuar, të vjedhur. Me anë këto parasysh. Çdo vot me asistencë në Republikën e Kosovës është korrupcion edhe vjedhje. Këtë duhet ta kemi parasysh. Çdo vot. Askush nuk ka drejt me hyrë në kabinë. Edhe kur s'di me lexu, edhe kur është i verbër, sepse ne çka kemi bërë? Ne kemi thonë, personat me nevojat veçanta, person me nevojat veçanta është ai që s'mundet me dalë, s'mundet me shkru, është i smut. Na po parashofim njeri që s'mundet me shkru, me leju me shku me të votim. Po, shko urdhëro voto si person me nevojat veçanta. Nuk mundet me ecë. E kemi bëna mundësin. Ligji lejon votimin e personave me nevoja të veçanta. Me nevojë të veçanta është edhe ai që ka nevoja fizike, edhe ai që ka. Po jo asistimi me hin kabin edhe me diktue çka me votu. Kjo është fatkeqësi, unë po e them anë po e përsëris. Çka kanë gjon komunë të Hanit e Lezet dhe të Malishevës që unë i kam hetue, i kam hulumtue,
është shkelje, organizim i qartë kriminal për vjedhjen e vullnetit politik të votuesve. Faleminderit. Po nala të statistika, po flas për statistika. Faleminderit. Po flas. Unë e di që ka, jo më fal, me qatë e mos më ndry. Po flas për statistika. Në zoti koleg, veç pak, ja, më fal, se kështu që gjumë fjallë. Treni Bullgar është i... Po flas për statistika. Treni Bullgar, djeni, në Republikën e Kosovës është instalu nga PTK. Në zgjedhjet lokale, jo prese tjetër të vazhdu. PTK e ka zbuluar Trenin Bullgar në Kosovë. Tash po e përdorin trenin kosovar. Treni kosovar është e vjedhën e hapur me votën me asistencë. Kurse treni... Ebe mira mi denoncu ato, mira mi denoncu, ku do të që ka tre Bullgar denoncone. Koleg, ti ke qenë edhe kunder statistikave edhe nxjerrjes së librave të votimit për votimin me asistencë. E ke përmend, edhe unë kam thonë e përmendin I kem publikisht. publiku bre, I kem miratu ato, Zoti, 2021 të kolegu im, pra që për ngrit, ja veç pak, Po, i kem ma miratu bre ato fal, nuk 2021, shkon kështu, koleg. nuk shkon kështu. Kërkua fjallën, e mora fjallën. Kolegu ka kërkue mos me I bo hulumtimin për vota me asistencë. Kolegu im, numrat sepse është pjesë... Numrat së ndryshon kush. Same, numrat nuk e ndryshon kush. Shika be këto, e kuptoj, E po që në këna statistika, po në kënë një fazë të më vanshme me po Statistikat I kem, edhe jem të dosht me fun me statistika, shikane, statistikat I kemi të miratume edhe analizat të votimit me asistencë në zgjedhjet lokale 2021-ës, për zgjedhjet e 2019-ës dhe për zgjedhjet e 2017-ës. A ka qenë ligjë ndryshe, ka qenë ligjë ndryshe. Ka para pa votimi për ata që nuk din shkrim dhe lexim në mënyrë specifike, pa ka shkru, analfabetët duhet të ndihmohen në këtë formë. Sot ligji e ma ndryshe, ai ligj u miratu me mbështetje të gjitha partive politike.